Rruga nga Harku i Bërdiçës deri tek ura Baçallekut prej disa kohësh i është nënshtroher një rikonstruksioni të plot. Ky segment rrugor po transformohet tërësisht. Firma kontraktuese po punon aktualisht për zgjerimin e rrugës. Punimin në segmentin rrugor Harku i Bërdiçës Baçallek po vjen me ritme të këndshme. Aktualisht po punohet për zgjerimin e rrugës. Ky aks rrugor me gjatësi rreth 1.8 km pritet të bëhet me 4 kursi, duke ndikuar kështu edhe në lehtësimin e qarkullimit, kryesisht gjatë sezonit veror. Ndërsa vlerësojnë projektin që po realizohet, banorët theksojnë se investimi kërkon edhe nënkalime për lehtësimin e trafikut gjatë sezonit veror. Vetëm e di që atu bëje punë e madhe në Shkodër. Se Shkodrën ka tash 35 vjet që si Karakosh mrapa vetëm ferra kësolla. Kurse kjo është Europa. Zgjidhja që janë t'i bënë të rotondoja atje nuk ka zgjidhje për me kry funksionin që duhet për trafikun e Shkodrës. Po nuk u bën nënkalim. Këtë eksperiencë ka pas edhe Tirana. Rotonda nëse vend bos nuk zgjidhet problem. Nëse vend. Tash për sa i përket bizneseve, ne nuk kemi kundër zhvillimit të rrugës, qytetit, zbukurimit. Dikuj i ban dam, dikuj nuk i ban dam. Ne jena taks paguesa të rregullta, por e keqa më e madhe për ne dhe që e kena bë problem, është se nuk ka dorë me marrë një fshaj lloj sharrimit me komunitetin. Investimi që po realizohet nga qeveria shqiptare ka vlerën e 10 milionë eurove. Projekti parashikon ndërtimin e rrugës me 4 kursi, gjithashtu edhe ndërtimin e një tjetër ure.